Në fakt, profilet false nuk është se ka ndonjë adresë ku përhapen. Mënyra që është mujë identifiku është përmes narrativave që ato përhapin në Kosovë. Nëse i shohim, ka disa narrativa që Serbia synon me i shty përpara në rastin e Kosovës. E para është përçarja mes shumicës shqiptare, për çfarëdo arsye. Ka njerë për arsye politike, ka njerë për arsye fetare, dhe çdo përçarje e tillë do të ndikojë që shoqëria të jetë më e dobët. Nga kjo pikpamje janë disa karakteristika të profileve false që mujnë me i pa dhe me i thonë edhe për publikun. E para, shumica e këtyre profileve janë kriju vonë, nuk kanë përmbajtje tjera të publikume, shpeshherë nuk kanë fotografi identifikuese të personave, ose kanë fotografi dhe video të cilat janë gjeneruar me inteligjencë artificiale. Kjo tash bëhet një problem shumë më i madh për faktin se shumica e qytetarëve të Kosovës e kanë vështirë të dallojnë këto profile nëse në vërtet janë dikush person që ndron mbrapa tij. Nëse e shohim numrin e përgjithshëm të përdoruesve të Facebookut, mastaj edhe të mediave sociale në Kosovë, e kuptojmë që në fakt ka shumë përdorues, edhe në TikTok edhe në Facebook. Për numër banorëve i kemi mbi 1 milion përdorues Facebookut, TikTok është po ashtu me një numër shumë të madh, edhe kjo bën që njerëzit ekspozohen shumë ndaj këtyre dezinformatave për cilët po flasim. Tash po folim për një situatë tjetër, ku profilet false përdoren për gardë brendshme politike, ku flasim për këtë lloj të dezinformimit, po ashtu që ato karakteristika që i diskutuam më herët janë të njëjtat që vlen edhe për këto profilet false, po normalisht që synimi është me ndiku në zgjedhje, edhe është një taktikë e cila përdoret në këto situata. Taktika është me e jep informacionin të thjeshtëzuar, duhet me kuptu publiku dhe qytetarët o gjithë ne që lexojmë e shohim përmbajtje mediale që jo të gjitha gjërat janë të thjeshta për të shpjeguar, për të transmetuar te publiku. Edhe i dyti element që është i rëndësishëm përveç thjeshtëzimit është emocioni. Pra në momentin kur një përdorues i media sociale e gjen veten që thotë ha bashkështosh që kjo çështje, atëherë duhet më me mendu nëse në vërtet ka ra brenda graskës dezinformimi. Ka disa mënyra, po mendoj aktorët e ndryshëm që shnis duhet me kry punë të ndryshme. E para dhe më rëndësishmja, Ministria e Arsimit do duhet ta kthejë lëndën e edukimit për media si lëndë obligative në sistemin parauniversitar të shkollimit. Kjo kish me ndihmu që të rriton që dalin prej procesit shkollimit me fitu njohuri dhe shkasi të reja për me i rezistu këtyre mesazheve mediale të cilat janë deformume, të çrregullume. E dyta, shoqëria civile, akademia, gazetarë do duhet punën me grupe të cilat nuk janë në proces shkollimi, që nuk kupton kategoritë të gjitha mbi moshën 18 vjeçare, e veçanërisht me ata që janë mbi 50 vjeç, për shkak se predispozitat për mos me kuptu që të nivel teknologjisë janë më të mëdha të njerëz që janë më të vjetër.